Shikues të nderuar, sot Dega e Vatrës në Michigan, në bashkëpunim me TQN e Baba Recepit, kanë organizuar një mbrëmje fantastike në rastin e festës së flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë, 113 vite shtet. Një natë e veçantë që bashkon kulturën, historinë, emocionet e gjithë kombit ton shqiptar. Ju faleminderit që keni ardhur dhe gëzuar festat. Faleminderit që keni ardhur sërish në këtë 113 vjetor të pavarësisë së Shqipërisë. Ju falenderoj në emër të shoqatës Vatra, edhe në emër të TQS-së Baba Recepit, dhe pa humbur shumë kohë, unë dua ta nis këtë mbrëmje me himnet kombëtare të Shtetet Bashkuara dhe të Shqipërisë. Again, ladies and gentlemen, I want to thank you all for being here tonight in this 113 year of independence for our beloved Albania. And without taking any more of your time, I would like to start this dinner with the national anthem of the United States. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur, nderuar përfaqësues shoqatës Vatra, nderuar Shoaib Efendi, nderuar kryetari i Komisionit të Qetë Zoti Milion Nazifi, përfaqësues të shtetit Michiganit, welcome to Albanian Bektashi Manastiri. Përshënder dhe kënaqësi që sot të gjithë së bashku në këtë mbrëmje të kujtojmë këtë ditë të madhe historike për atë dheun tonë, për Shqipërinë. Është aq më shumë kuptim plote kur kjo festohet në këtë teqe historike të Baba Recepit, që për më shumë se 75 vjet ka qenë dhe ngelet jo vetëm simboli fetar i bektashizmit, por dhe qendra shqiptare në Amerikë, Kanada dhe Australi. Le t'i lutemi të Madhit Zot që të na bekoj Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që janë, t'i ruaj mërgatën tonë kudo që janë. Kërkoj mbrojtje nga drita e të Madhit Zot, nga bujaria e Tija, i cili me bujarinë e Tij ndriçon qiellin dhe tokën që të largojë errësirat dhe rregullon çdo gjë. Ndriçoj dhe përmirësoj gjendjen e kombit ton të dashur. Bëj atë tonë Shqipërinë shpresë për ata që janë aty dhe krenari për ne në mërgim. O Zot, bashkoj zemrat tona rreth Vatrës së madhe shqiptare, që të gjithë si bi dhe bija të një gjaku të festojmë kudo që jemi.
O Zot, të falenderojmë për gjithë mirësitë që na bëre shqiptar, të lavdërojmë ty Shqip. O Zoti ynë, shtona e mos na pakso, jepna nder e mos na poshtro, jepna mos na privo, jepna përparësi e mos jep përparësi armikut mbi ne, jepna gëzim të gëzohu nga ne. O Zoti ynë, beko e kombin ton dhe të gjitha ata që ndodhen këtu në të sallë, je përshëndet, begati e përparësi. Zoti i madh, bekoje tokën, ujin dhe bukën e Amerikës, që është atë dheu i dytë për të gjithë ne. Amin. Zoti ju ruaj të gjithëve, ne do të kemi një mbrëmje të këndshme, le të mundohemi t'ia përcjellim fëmijëve tanë dashurinë për atë dheun, vlerat tona të bukura, të flasim mirë për njëri tjetrin, sepse neve vetëm njëri tjetrin kemi këtu. Zoti ju ruaj juve, familjet tuaja, dhe t'japim pak mundësi njerëzve që janë në kuzhinë të ndajnë ushqimin, dhe gjatë asaja besoj që do të kemi një performim me muzikë në gocat, dhe pastaj mund të vazhdojmë me të ftuarit e radhës. Nderuar organizator të Vatrës dhe TQS, baba Elitoni,
Të nderuar pjesëmarrës musafir, vllazën dhe motra, lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të shoqërisë muslimane shqiptare-amerikane të Detroitit, ju përshëndes dhe uroj këtë datë kaq të rëndësishme apo data më e rëndësishme për kombin ton, ditëlindja e shtetit ton, i cili me 28 nëntor 1912 u shpall nga babai i kombit Ismail Qemali, po që fatkeqësisht mas një kohë shkurt, ajo Shqipëri cilën e shpallë Ismail Qemali u coptu në shumë shtete tjera. E lusin të madhin Zot, që Shqipëria e Ismail Qemalit të bëhet realitet dhe trojet shqiptare cilat ju morën shtetë shqiptar të bashkohen dhe të festojmë, të kemi një datë cilën do të mbledhemi sikur jemi mbledhur sot dhe të festojmë bashkimin e Shqipërisë tonë natyrale. Zoti ju bekoft ju gjithëve, Zoti e bekoft shtetin shqiptar, Shqipërinë natyrale, Zoti e bekoft Amerikën në ligjet e cilës ne sot festojmë dhe praktikojmë traditat, fenë dhe gjithçka që është e jona. Zoti ju bekoft gjithëve. Të dashur të pranishëm, zonja dhe zotërinj, jemi këtu në një festë të bekuar, 28 nëntorin, unë e quaj festa e genit që në bashkon. 28 nëntori është më shumë se një datë në kalendar. Është festa që i bashkon shqiptarët kudo në botë. Në këtë ditë, dallimet gjeografike, fetare, kulturore zbehen përballë një ndjenje të përbashkët krenarie dhe identiteti kombëtar. Flamuri valvitet jo vetëm mbi ndërtesa, po mbi zemrat e çdo shqiptari, duke kujtuar sakrificat, ëndrrat, betimin për liri të parëve tanë. Është një moment reflektimi, por edhe gëzimi që bashkon breza dhe gjenerata, duke treguar se shqiptarët, pavarësisht ku jetojnë, janë gjithmonë pjesë e një kombi të pandar. Imagjinoni në mëngjesin e ftohtë të Vlorës të 28 nëntorit 1912. Rrugët e qytetit janë mbushur me njerëz që vinë nga çdo cep i Shqipërisë, nga malet e veriut, nga fushat e jugut, nga qytetet e lindjes së Perëndimit. Ata vinë me kuaj, me këmbë, përmes shtigjeve të fshehta. Çdo zemër rreth port, çdo sy ndriçon nga shpresa, çdo fytyrë tregon dhimbjen e humbjeve, por dhe betimin për liri dhe guximin për të sfiduar frikën. Çdo hap është një histori, çdo hap është një betim për atë dheun. E në mes tyre Ismail Qemali, me dorë të dridhur nga emocionet, ngreh flamurin. Nuk është thjesht një copë bezeje, është flaka e një populli, gjaku i historisë, drita e ëndrave dhe betimi i parëve. Kur flamuri ngrihet mbi qytet, heshtja e turmës bëhet e fortë, me fortë se çdo zhurmë. Zemrat e të pranishme janë një zëri. Ky është momenti kur Shqipëria u bë realitet. Për krah Ismail Qemalit ishin Lujt Kurakuqi, Prem Bib Dovda, Mehmet Konica, Eqrem Bej Vlora, Dimitër Berati, Nikol Kaçori, Sotir Koleja, Lef Nosi, dhe me krenari do të them se nënshkruesi i pavarësisht ishte edhe njëri prej trungut familjes time, Tanas Floqi, vëllai Kristo Floqit, një nga themeluesit e Vatrës e të tjerë, të gjithë pjesë të qeverisë së parë. Ata mbanin unitetin mes feve dhe krajinave, ku besoi se ardhmja e Shqipërisë do vendoset nga fuqitë e mëdha dhe konferencat kombëtare, për të treguar se liria kërkon sakrifica dhe vendosmëri. Çdo vendim, çdo fjalë, çdo hap ishte një betim për atë dheun, por fuqitë e mëdha ndërkombëtare nuk e lejonin të sqet. Austro-Hungaria, Italia, Rusia, fuqitë evropiane e shikonin Shqipërinë e vogël, një copës në lojën e tyre të politikës. Sytë e Evropës ishin mbi ne. Çdo lëvizje mund të ishte shansi për coptim. Megjithatë, shqiptarët nuk u trembën. Mbështetja morale e diasporës dhe Shteteve të Bashkuara përmes presidentit Wilson e shpëtoi vendin tonë nga coptimi
dhe hapi rrugën drejt njohjes së pavarësisë. Udhimi drejt pavarësisë nuk ishte rastësor. Ai ishte frymzuar nga kryengritjet të mëdha shqiptare, që kishin ndezur shpresën në çdo cep të vendit. Kryengritja e Malësisë së Madhe e vitit 1911 në drejtimin e Det Qolulit. Malësorët ngritën armët kundër pushtimit dhe ruajtën traditat e tyre. Kryengritja e Shkupit në janarin e vitit 1912, kryengritja e Vlorës e i vitit 1910-1912, që shërbeu si model organizimi dhe uniteti, duke treguar se shqiptarët mund të mobilizohen për kauzën kombëtare. Revolta e pavarësisë edhe në Kosovë dhe në rrafshin e Dukagjinit, ku prijes lokal ngritën flamurin, e sfiduan autoritetet osmane duke mbjellë frymëzimin për gjithë vendin. Secili nga këta kryengritës, nga veriu në jug, në male në fush, u sheu shpresën që do kulmonte me 28 nëntor 1912. Flamuri nuk ngrihej vetëm mbi Vlorë, ai ngrihej mbi ëndrrën e të gjithë shqiptarëve. Ka një fakt pak të njohur. Si reagoi Turqia ndaj shpalljes së pavarësisë? Pse se pengoi ajo? Sipas një artikulli studimor pas shpalljes së pavarësisë, Kamil Pasha, veziri i madh, e përjetoi këtë akt si një rebelim kundër perandorisë. Ai deklaroi se ishte revolt dhe jo thjesht një lëvizje formale shtetërore. Në të njëjtin raport nga studiusi Christian Kaplar Dekovic, thuhet se Kamil Pasha i dërgoi Ismail Qemalit një telegram më 9 dhjetor 1912, duke shprehur habin dhe brengën e tij për shpalljen e saj dhe propozoi një zgjidhje autonomie që Shqipëria të ishte autonome në një princ Osman. Megjithatë, Ismail Qemali refuzoi këtë propozim autonomie sepse tashmë pavarësia ishte shpallur. Të dashur të pranishëm, 28 nëntori pavarësia e shpallur nuk zgjidhi dot çështjen e identitetit shqiptar e të Shqipërisë natyrale. Fqinjët prisnin coptimin, sfidat ishin të shumta, por shqiptarët nuk u dorëzuan. Flamuri i ngritur mbi Vlorë ishte flamuri i përbashkët i aspiratave për liri dhe bashkim. Në Kosovë, flamuri do ngrihej me 28 nëntor 1997 si shenjë e luftës shkrimtare dhe sakrificës Adem Jasharit dhe të shumë të tjerëve. Në mbështetjen morale dhe praktike të Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve të tjerë, shqiptarët arritën të ruanin unitetin dhe lirinë. Flamuri ynë është më shumë se histori, është zjarr Prometeu, që ndes pasionin, është flatër ëngjëlli që frymëzon dhe mbështetje për të ardhmen. Ai është kujtesa, krenaria, përgjegjësia jon për të vazhduar të jemi shqiptar, kudo që jemi. 28 nëntori nuk i zgjidhi gjithë çështjet e identitetit dhe kufit e Shqipërisë natyrale, por tregoi se guximi dhe bashkimi janë flaka që nuk shquhet. Flamuri ynë është kujtesa, është krenaria dhe përgjegjësia për të ruajtur shpirtin e kombit ton. Ndaj, ta ruajmë këtë zjarr të ndezur në zemrat tona, të çojmë përpara pasionin dhe krenarinë e të parëve tanë, e të punojmë për një të ardhme ku Shqipëria dhe shqiptarët do të jenë gjithmonë të lirë, të bashkuar e krenar. Të dashur të pranishëm, ju uroj nga zemra gëzuar këtë festë të madhe bashkimi, gëzuar 28 nëntorin. Faleminderit Rafael për fjalën tuaj. Unë kam nderin tani të ftoj përfaqësuesin e Shtetit Michiganit, zotin Phil Peters, këshilltari i Partisë Republikane në Kongresin e Shtetit të Michiganit, të mbaj fjalën e rastit për një tribut të veçantë që Partia Republikane, Partia Demokratike i gjithë Shtetit Michiganit i japin na japin ne shqiptarë amerikanëve në këtë ditë të shënuar. Zoti Phil, fjala për ju. Mr. Peters, please come forward for your word about the tribute that the state of Michigan gives to our community in this special day for us. Yeah, it's a pleasure to be here with everybody to celebrate this day. I have a special tribute from the state of Michigan that I deliver on behalf of the Michigan House of Representatives
and also the governor as well, which we have her signature on here, and several of the state representatives from this area, from Taylor, being Jamie Thompson and Jim DeSanta. We also have the Lieutenant Governor's signature on here as well. And I'll just read a little bit from the tribute just to give everybody an idea of what it says. The last two paragraphs. Michigan is proud to be the home of one of the largest Albanian American communities in the country. Albanian Americans have greatly enriched our state through hard work, strong faith, and active civic engagement. They are business owners, educators, professionals, and public servants who contribute to the strength and vitality of our communities. Their traditions continue to build lasting bonds and add to the rich diversity of our state. In special tribute, therefore, this document is signed to commemorate the 113th anniversary of the Albanian Independence Day and celebrate our shared values of liberty, democracy, and the pursuit of a better future. On this Albanian Independence Day, we honor the legacy of those who fought for freedom 113 years ago to celebrate the generations that carry this legacy forward here in Michigan. A few weeks ago, on the 12th of November, we had a very special day in Lansing where we had representatives from different communities from the Albanian American community. We met with the governor, the Speaker of the House, Matt Hall, and multiple state representatives. And it was a pleasure to learn how we could work together and how we could help better serve the Albanian American community. So, my pleasure to pass this tribute along. Është hera e parë në historinë e komunitetit shqiptar që neve marrim një proclamation nga Governorja e Michiganit. Ne kemi qenë gjithë së bashku me pjesëtar të tjerë të komunitetit dhe kemi patur një takim shumë të bukur, shumë të ngrohtë dhe falenderojmë Phil for anything you're doing for Albanian community. Thank you, Phil. Të dashur teleshikues, kemi këtu përfaqësuesin Phil Peters, I cili ishte I pranishëm dhe nderoi komunitetin shqiptar, Vatrën dhe të qene Babara Xhepit me vlerësimin e governatores dhe vlerësimin e Senatit dhe të Kongresit të Shtetit të Michiganit. Mr. Phil, how do you feel in the Albanian community? I feel extremely welcomed, and it's been a pleasure to learn as much as I can about the community and how we can work together at the state level. And since I've been coming around the monastery here in Taylor, I've learned quite a bit about the community, and I've met quite a few people. A very welcoming group with a rich tradition, and I've enjoyed the multiple events that I've been to. Yeah, we are very honored to receive the prize that you brought from the governor and from the Lansing. So it's very helpful to integrate each other. And for us as Albanians to be integrated in the American community. So from the time you started being involved in with the Albanians, what do you learn? What is something that you make impression? One of the best impressions I've had is the family environment that the Albanians have. I know right here at the monastery, when someone immigrates over, they have housing here and they help them integrate into the American society, into the American culture. They help them learn people, they help them get a job, they help them start to make payments, they can build a credit score even. That's a very nice foundation for the community. And when we had that event in Lansing, it was incredible to see the Baba bring all these other communities as well. So not just Muslims, but Orthodox and Catholics as well. So the community stays together and they travel together, and it was a wonder. It was really a pleasure really to have everybody from in Lansing together. Yeah, it's specific of Albania because we have 3 or 4 religions, and we still integrate with each other. Yeah. Before we considered us as an Albanian, the fact that unites us, everyone. And this is a very thing that we want to conserve here in the States. So what is your last thing that you need to say to the Albanian community? Well, I would just love to learn more about the community, learn how we can help one another and work one another, whether it's through state grants, see what we have available. I know here at the monastery, they're interested in getting funds to help translate the textbooks into English, and then maybe even translate some of our books into Albanian as well. And then just to see what else can be done. I know we've worked with the city of Taylor about relocating some of the founding fathers of this monastery here, and just continue to learn and work with one another. So I would love everyone to reach out to your local state representative. Feel free to reach out to me as well. I'd be happy to pass any messages along. Yeah, you appreciated the contribution of our TV, Albanian TV USA. We have 25 years that we're broadcasting in the
Michigan area. You said that there are ways how to get help from the state. Yeah, there are various grants we have available that might be based on education or housing or redevelopment, maybe community grants as well to turn property into soccer fields, for example. So whatever the Albany community is interested in, they can reach out to us and we can help them in any way we can. Okay. Help them connect, figure out who to reach out to, who to contact. Because there is money available. So I will reach to us to Yes. you. Absolutely. So you are invited to the Albanian TV in Troy. Troy, yeah. We have to do a longer interview about American politics, local politics, and what is your impression about Albanians, and a longer interview, because here is just the event of our the Liberation Day, like the 4th of July of United States, and that interview would be longer and we talk about more about American politics and how Albanians can be involved in the. That sounds wonderful. There are different ways we can get involved through internships or a PAGE program. So from young kids all the way up to adults. I know there are some programs in Lansing as well where kids can come and see what it's like to spend a week in Lansing working with politicians and even doing mock elections and mock session days and different things. So there's a lot that we could do together. Thank you very Thank you. much for the interview. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, përfitojmë nga rasti, takojmë këtu kandidaten Lena Epstein, e cila po konkuron për një post për Partinë Republikane këtu. Is in Taylor, your area? Yeah, so the University of Michigan is elected by the people Yes. in November of next year. Oh, So we are in the early stages of party support and very excited to be on the ballot next year. And it's an honor to be here tonight. The U of M and the Albanian community have an existing relationship. If I was elected, that relationship would expand even further. So how do you want to, because you are in the area of the university, to fight for wokeism at the university? yes, so right now, the University of Michigan is controlled by 6 Democrats and 2 Republicans. I'm setting out to help tie the board, to add balanced thought to the University of Michigan. The University of Michigan, back in its early days, used to be a very conservative school. It was a school that focused on the Constitution, history, the history of the country, English, skills like that. Well, how did it become woke? It took many, many years. So what we're trying to do inside of our campaign is bring the school back into balance. There needs to be a balance of thought. Everybody needs to feel safe on campus. Right now, most people feel, the students that I talk to generally feel unsafe just being Unsafe who in they their- are. Yes. Oh. Show up. I'm a mother. My daughter, if she were to be accepted, would be a 5th generation member or graduate of U of M. But right now, it's really, to me, doesn't seem like a safe place to be sending our kids. When you talk about the wokeism, I think it's really just a lack of just certain basic family values, a focus on freedom, on faith, on family. It's kind of lost its way. It's an extraordinary school. So my It's message one is of the 10 best schools in the state. exactly, and my message is a positive one. It's a message of hope for the Albanian community, and I would hope for all of our communities. We need to bring the common sense. If we stay to the common sense, we can resolve all these things. Because I come from a country that had been communist. And now I hear socialist ideas from the progressive Democrats, so-called, that are so extreme. I know the result of those. We have an opportunity to tie the board next year for a historic moment in the university's history. The University of Michigan Board of Regents hire and fire the president, who therefore hire and fire the provost. That's where we have control over the curriculum. I can tell you right now, on good authority, the core curriculum is lopsided. It's socialist. It is. It is when they talk about indoctrination. It is. These kids are forced to take certain classes that make their mind go a certain way, and certainly not the conservative way or the American way. So I really am stepping in. I want for my daughter, my 8-year-old,
for her to have the same opportunity to get a U of M degree as I did. The future of the University of Michigan is bright. I think there's tremendous talent on the board, but I am stepping up to offer fresh leadership. We talk about wokeism. What does that really mean? I think it's just the missing moment of the loss of the American spirit. But as conservatives, we have an opportunity, as I mentioned before, to tie the board next year. It'll be a historic moment, and I would like to talk more. My website is lenaformi.com. That's LENAFORUOFM.com. We wish you all the best. We wish you to meet when you win. Thank you so You much. will win because I saw the passion in your voice, the desire to do a change. Thank you for this opportunity. It'll be my honor to serve you and your family and the Albanian community. Baba, sa e rëndësishme është të mbani gjallë të gjitha festat tona kombëtare këtu në diasporë. Njërë përshëndetje të gjithë bashkëdhetarëve dhe juve Alp TV-usa në Amerikë. Faleminderit për pranimin tuaj që jeni në këtë darkë kaq të rëndësishme për kombin ton, sidomos kur je në diasporë, sepse malli për atë unë dihet më shumë. Vetë prania e njerëzve flet për rëndësinë e kësaj feste, vetë ata janë që i japin vlerë kësaj feste. Salla ishte plot me bashkëdhetarë, me fëmijë dhe është përveç se është një mbrëmje përkujtimore, na sjell të gjithëve në mendje që të përsjellim historinë, traditën, kulturën tek breziri. Dhe mesazhi për të gjithë shqiptarët në festën e pavarësisë së Shqipërisë, 113 vite shtet. Në radhë pa do të lutem madhi Zot i bekoj kudo që janë shqiptarët, i ruaj nga çdo e keqe, dhe siç e kam thënë në shumë fjalime është ta duam ta nderojmë njëri tjetrin, sepse shqiptarët nuk kanë mik tjetër përveç se shqiptarëve. Zoti ju ruaj kudo, punë të mbarë të televizionit tuaj. Përshëndetje të dashur shikues, jemi tani me zotin Rafael Floçi, përfaqësuesi i Federatës Bashkëshqiptare Vatra këtu në Michigan, që foli sot. Sa të rëndësishme janë të gjitha këto festa, këto organizime për gjithë komunitetin e Michiganit. Festat kombëtare janë ngjarje që gjithmonë i ka bashkuar shqiptarët. 28 nëntori është festa e unitetit mbar kombëtar të shqiptarëve. Ndaj dhe në fjalën time, drejtuar të pranishme në emër të Federatës Panshqiptare Vatra dhe të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, i shpreha rëndësinë e këtij uniteti dhe simbolikën e madhe që ka 28 nëntori për shqiptarët dhe për gjithë shqiptarinë, pavarësisht nga origjina jonë, pavarësisht nga krajinat ku ne vim, pavarësisht nga besimet që kemi. 28 nëntori është festa e unitetit ton kombëtar, është geni i shqiptarisë, të gjithë desha t'ja thoja me emocion edhe me patos të gjithë pjesëmarrësit.
He